Gjatë periudhës së hartë abaside, një nga dietarët e Bagdadit, kryeqyteti i Hilafetit Islam të asaj kohe, mbante reputacionin se kishte dituri të madhe. Një ditë, një i njohur takoi dietarin e madh dhe i tha: A e di çfarë sapo dëgjova për shokun tuaj? Prit pak, i tha dietari. Para se të më tregosh, dua të kalosh një test të vogël. Quhet testi i filtrit të trefisht. Filtri i trefisht? Pyeti me habi njeriu. Po, vazhdoi dietari. Para se të më flasësh rreth mikut tim, do të ishte ide e mirë të ndalesh një moment dhe të filtrosh atë që do të thuash. Për këtë arsye e quaj test filtrit të trefisht. Filtri i parë është vërtetësia, ai absolutisht i sigurt se ajo që do të thuash është e vërtetë? Jo, i tha njeriu. Në të vërtetë vetëm dëgjova për këtë dhe... Në rregull, i tha dietari. Pra, nuk e di në të vërtetë se a është e saktë apo jo. Tani, le të shohim filtrin e dytë. Mirësia. Vallë, ajo që do të më tregosh rreth shokut tim, a është gjë kafshë e mirë? Jo, përkundrazi. Ti dëshke të më tregosh diçka të keqe në lidhje me të, por nuk e di të nëse është e vërtetë. Ti edhe më tej mund të kalosh testin, sepse ka edhe një filtr, filtri i tretë, dobia. A është e dobishme për mua ajo që do të më tregosh për të? Jo, në fakt. Atëherë, konkludoi dietari, nëse ajo që do të më tregosh nuk është as e vërtetë, as e mirë dhe as e dobishme, pse të më tregosh? Po ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër. Me që të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin, as gratë me gratë e tjera, sepse mund të ndodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin, dhe mos etiketoni njëri tjetrin me llagape. Pas besimit, është keq të përhapet llagapi i keq, e ata që nuk pendohen janë mizor. Kuran 49:11.